Në Universitetin Fanoli të Korçës ka nisur një kapitull i ri drejt Fakultetit të Ekonomisë pas konfirmimit të profesore asocuar doktore Aida Gabeta në detyrën e dekanes. Ajo është cilësuar si figura e dur për të drejtuar këtë fakultet, ndërsa ka shpalosur objektivat e saj dhe disa linja kyçe strategjike për zhvillimin e Fakultetit të Ekonomisë. Formimin e një kulture të një bashkëpunimi të fortë të stafit akademik, të stafit administrativ dhe studentëve. Pra qëllimi im është që të krijohet një ambient ku pedagog, staf administrativ dhe student të punojnë së bashku, të shprehin lirshëm idetë dhe të jenë pjesë e proceseve të vendimarrjes. Së dyti, një prioritet tjetër është cilësia akademike. Ne synojmë të arrisim cilësinë akademike përmes përmirësimit të programeve mësimore, përditësimit të proceseve të mësimdhënies dhe mbështetjes së kërkimit shkencor. Forcimi i lidhjeve me tregun e punës. Pra ne si fakultet duhet synojmë jo thjesht student të përgatitur teorikisht, por dhe nga pikpamja praktike. Për këtë arsye ne do të forcojmë lidhjet e bashkëpunimit me institucionet publike dhe me bizneset për të realizuar mundësi praktikash për studentët, projekte reale dhe sigurisht edhe angazhim të tyre profesional në aspekte të ndryshme. Qëllimi ynë si fakultet duhet të jetë krijimi i një ambienti ku studenti vlerësohet, dëgjohet, motivohet. Ky fakultet ofron programet e studimit bachelor në menaxhim biznesi, informatik biznesi, financë kontabilitet, administrim biznesi në turizëm dhe marketing, programet e studimit master profesional në marketing, administrim biznesi, turizëm, marketing digital, financë dhe banka, si dhe master i shkencor në financë.